أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Vazhdojmë tek kapitulli 6, ku Imam Buhariu thot kapitulli që flet kush agjeron Ramazanin me iman, me shpresë edhe me nijet. E ka shtuar edhe nijet. E transmeton pastaj hadithin që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam nga Abu Huraira radhiyallahu anhu من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه kush ngritet natën e kadrit me iman edhe me shpresë të shpërblimit i falen mëkatet e kaluara. Vazhdon hadithi. ومن صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Po ashtu thot kush agjeron Ramazanin me iman edhe me pritje shpërblimit i falen mëkatet e kaluara. Këtu e ka bërë një ndërhyrje të Aishës, një fjalë të Aishës, ku ajo e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam për meselën e niyetit. Edhe ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin se si në akhiru zaman, në kohën e fundit para kiametit, armiqt kanë me e sulmu qabën, kanë me sulmu me ushtritë e tyre. Edhe kur të mrin me një rafshin, me një shkretir, me një tokë gjanë, një fush. Aty Allahu Gjeleshanuhu ka me i gëlltit toka, ka me lëshu toka, ka me i përbi. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë kanë murin gjallë se cilë me niyetin e vetë. Që ulemat, kër e kanë përmend, si që është Ibn Hajeri, rahmetullahi alayhi, në këtë hadith, kër e ka përmend meselën e agjerimit, po ashtu të namazit natës, po ashtu të natës e kadrit, se ne kemi, ma në mend të ndërun vllazën. Tre hadithi i kemi me një kuptim. Dhe më thonë, cili për këtyne tre haditheve i ka të njëjtat kushte, edhe në fund e ka të njëjtin shpërblim. E kemi kush agjeron Ramazanin, ja. Kush falet natën, 2. Kush e nxen natën e kadrit, 3. 3. Me agjeru, mu fal natën, me nxen natën e kadrit me ibadet. Qka kanë të trijat përbashkëta? Të trijat në fund e kanë shpërblimin e përbashkët, e njëjtë, i falen mëkatet. Që ulemat kanë thonë nuk është për qëllim më kushtzu këto, po është për qëllim quhet të nevë lloj-llojshmëri. Kush mundet këta, kush s'mundet këta e ban ata, kush s'mundet ata ban këta. Ama me çto dy kushte, me iman, wa ihtisab, me iman edhe me pritje të shpërblimit. Dhe më thonë, që është i lidh me Zotin, sa në gjendje me sakrifiku lodhjen, ushqimin, trupin e tij, fizikun e tjerë, për ma agjeru, lillah, për Allah. Pse? Ka iman. Edhe e ka ma këllaj, si kurse tjerët, mës ma agjeru. Pa e bën me iman. Edhe pse është i lodhër ndoshta, edhe pse ndoshta është pak i smur, ku e di qka, se cili ka problemet e veta. Wahtisaben. Edhe qaq është e ka njoft Zotin e vetë, e ka njoft Allahun Gjeleshanu, sa aj e di që Zotin nuk ja qenë mundin këtë, dhe më dhanë, ka shpresë në shpërblimin e Allahut. Wa nije, Buhariu e ka shtu këtë fjalë të Aishës edhe me nijet. Kjo është, që me dhanë, hala me të hollu meselen ma shumë, se mundet njerëju, mës me pas nijetin për i Zatë Zotit, edhe pse. Ajo temeli që saj mesela është me iman kush agjeran edhe me pritje të shpërblimit i bie që edhe niyetin e ka për Zatë Zotit, edhe niyetin. Por përmendja nga Buhariu e niyetit ekstra jep me kuptu rëndësinë e niyetit. E dyta, rishikimin e niyetit, rishikimin. Bani çka të bëni vllazni. Pasha Allahin, ai që i rishikon niyetet e veta para ibadeteve, sa ma shpesh, i bën refresh. A ibadetet i nxjerr më të mira, i dalin më të bukura. E ke pa në Taravi, njëri i cili çdo natë thot, për hir të Allahit kam e fal 1 orë gjysmë sot, 1 orë 20 minuta, sepse Zoti jam është aq i madh, aq i vlefshëm, sa e meriton 1 orë gjysmë me ia kushtu Zotit. Edhe i thot vetes, bën sabër o insan, se që Taravi mos e nxan kurr. Deri në kiamet, bën sabër o insan se vjen vdekja. Kreç ato shëtitje, neje në kafe që për i banë,
nuk kanë me të bëjnë dobi që kjo najtja në taravi ka me të bëjnë dobi. Edhe kur të hynë një ibadet, i do këtë kollaj. Përkundër njonit i cili nuk i mendan, nuk i rishikon niyetet e veta. Prandaj niyeti ka shumë ndikim. Edhe ka përmend po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam një meselë tjetër kur Allahu i merr i shkatron qytetet, i shkatron shtetet për shkak të mëkateve të përhapura në to. Qatë shumë përhapën mëkatet, Allah i shkatron. Aisha radiallahu anha ka thonë, ja Rasulullah, po në mesën e tyne ka burrat mirë? Thot po. Po edhe ata i shkatron Zoti po. Çka bëhet thot në ditë kiametit? Thot në ditë kiametit Allah e ringjall secillin në bazë të niyetit që ka pas. E ka pas niyetin për Allah, e ka pas niyetin e mirë, po s'ka mujt me ndryshu. Prandaj e kemi edhe një dobi. Nëse nuk mundesh me bë kur gjë ndryshim të shoqënia, s'paku niyetin banë të mirë. Niyetin po du me ndryshu, po s'po moj. Nëse nuk ki mundësi me kry një ibadet, let dhimet e ibadet thuj, subhanallah që s'po moj me kry. Nëse nuk ki pare për me dhonë zeqat, thuj, subhanallah të kisha pas pare me dhonë zeqat. Nëse s'ki mundësi me shku në qabe, sikur të kisha pas niyetin për misaj, që edhe nëse vdes, pa e kry qatë ibadet, s'paku niyetin e ki për hirtë Zotit Azza wa Jall. Kjo është kapitulli i sodit, pa dash me zgjat më shumë. Allah na falë në përmirësoft e ne pranoj këto ibadete. Walhamdulillahi rabbil alamin.